Deputeti i PD-s, Sajmir Korreshi, ka denoncuar një situatë alarmante në fshatin Qerm sektor në Divjak. Në videon e postuar në rrjetet sociale, Korreshi shprehet se një zonë e tërë është kthyer në një landfill të hapur, ku mbetjet jo vetëm depozitohen, por edhe digjen, duke shkaktuar ndotje masive dhe rrezik për shëndetin publik. Sipas Korreshit, ky vend shërben si pikë grumbullimi dhe asgjësimi ilegal të plehrave, duke krijuar një vatër të rrezikshme ndotjeje. Deputeti shton se lëngjet toksike që rrjedhin nga djegja e mbetjeve përfundojnë në një kanal kullues aty pranë. Ky ujë i kontaminuar, siç theksohet nga deputeti në denuncim, përdoret më pas për ujitjen e tokave bujqësore në të gjithë zonën. Shikoni shenjat e djegjes. Këtu hidhen plerat dhe këtu digjen. Landfill. Këtu digjen të gjitha plerat tek saj. Shikoni se i ke akoma dhe plus djegjes shenjat e djegur. E shikoni pasojat e djegjes, landfillit, plerave, dynjas, se çfarë drejtxhe kalojnë këtë ujë. Ky ujë hyn në bujqësi për të vadit gjithë të zonë dhe ky ujë, të nderuar shqiptar, vjen në ushqime tona pastaj. Fal landfillit bërë nga Bashkia Divjak, të mirë organizuar nga Bashkia Divjak në këtë vend. Kjo praktik ngre një shqetësim të madh për sigurinë ushqimore, pasi substancat e rrezikshme mund të kalojnë lehtësisht në produktet bujqësore dhe më pas në tryezat e konsumatorëve.